qesh, jeto, dashuro. Qëto trija duhet mi boj çdo ditë. Jo vetëm kur i nxeni. A ju doket vetja që si një ball, nuk jeni ball, punoni, ngani, veproni, fleni pak, i shijoni jetën pak, do me thonë punoni shumë. A ju doket vetja edhe plus nuk ju del paga tani qysh doni. Me ble çka t'kini qef, dëshirat e juja mi plotsu, mi thonë vetit, hej, ku lak moj me marrë që ta s'po moj. A disa edhe mshme është. Ose kur t'lyp fëmija diçka, mi thonë jo sot nesër, ose javën tjetër, ose mujin tjetër. Pse? Pse me jetu ashtu me mangësi? Do me thonë me pas gjithë shka monge. Është mirë me pas disiplinë. Disiplina na pështon shpesh jetën. Me punu duhet. Po puna prej punës ka shumë dallim. Po kretë mbare që që keni mendime, a jeni pesimista, a jeni optimista. Do me thonë, duhet mi marë sendet ashtu qysh janë ka një herë. Duhet me pranu realitetin dhe mi thonë vetit, hej, ndalu, se ti nuk je ball, ti nuk je i knaqën. Ndrysho diçka. Unë ju betona para 10 viteve dhe përpara, do me thonë, komendu gjithmonë, kom thonë, wow, qka është më kjo jetë shtë? Gjithmonë me stres, ki qef me ndaj, tani dim një ftoft në dërri organ, oho, kush e lik mirë. Edhe mu qu shpejt me ta prish gjumin ora, me dal, me gry automobilin, ndështë shumica njerëzve, edhe me shku në punë. Jo Valmira mu, i kom pas 2 puna, i kom ndru për këta. Kom fillu sigur hobi njerë, kom thonë, bo mirë, su bo mirë, a vëden? Kom thonë, nëse muj me arrit të rite ajo shuma 1.000 euro, me fitu dhe me ndajt në shpe, do me thonë, kom thonë është ball për mund është ta. Por nuk ish kur ball, mës harani. Valmira nuk isha lodh me qel, me prek këtë pullën e lajfit me qel me hi lajf. Sja kish vleft nëse si shakon e luntur. Kush tha që s'ka perspektiv? Nëse një njeri vet nuk ka perspektiv, mës me ndo që ka diçka ti. A din qysh ja kom bone, që ata njerëzve që ja kom ofru këtë mundësi, e kom qysh farjete e kanë. Se që ato 3 shoqet e mija më kanë mësu. I kom vetë ato 3 shoqet, e kom këshyrim shku të analizu, të thonë, po që farjete bojnë këto? Pse këto nuk dojnë me ndryshu? Pse nuk dojnë me provu? Valmira unë e që 9 vite e baj, edhe që kom njetë me ndalë. Së unë e kom kuptu mirë që funksionan. E shumica që dojnë me ndajt me shik, ajo është diçka tjetër. Këshyrin me shik një krem, këshyrin me shik një deo, një pas dhëmbe, një kolagen, një diçka, kjo nuk është ajo perspektiva e kësë biznesit. E që aty është gabimi të shumë njarë që ja prishin edhe imazhin firmes. Mas pari nuk e kuptojnë ashtë qysh funksionon. Hala pa fillu shumica njerëzve dorzohen. Hala pa fillu dorzohen. E që ata e që aty një duhet murujt se janë shumë të rrezikshëm se të marrin qafe dhe të prishin imazhin e firmes. Ku e din ti pa fillu, ku e din ti pa provu, vetë me të ndime për shembull Valmira, ki ndi që s'ka perspektiv, edhe fol për shembull. Qa ki provu ti, nëse ki provu në do një sen kështu qa? Qa ki provu dhe sa ki provu? Nëse do njeri me kry një fakultet, sa vjetë dush me kry një fakultet? A duhesh vish sa ta fillon, vish me thonë që ju më lajmëru në fakultet, apo dush me kry dhe me marrë masterin? Po qysh nuk ka bazë? Bazën e ka në Gjermani, kom kallzu për mbi 40 vjet i ka. Për mbi 40 vjet i ka që ekziston firma, është firmë gjermane, është e njoftën në 32 shtete, do me thonë 32 shtete mundesh mja ofru dikujna, ndoshta s'ki qillu, po shpeshe për medi, unë ishtë do live, për mbi 40 vite është në treg, ndër matë mëdhajat në Evropë është. Kur thëmë ndër matë mëdhajat,
I ka me labor, me institut, me kreti ka mrenda në fabrikë. Si pike parë, shumicës njerëzve dhe aty në që tute një ofroj, të më hini bleni për veti një herë, provoni për veti, këqyren e njerë, po ata është problemi që s'marin pjesë në shkollë, s'marin pjesë ku duhet, për me marrë ma shumë informacione, me pa fakte, po vetëm i ndigojnë 2-3 shoqe i vesin, si kur unë kur i kom vetë në fillim, me më paston mua ato 3 shoqe që më kanë thonë, jo nuk bën, jo fitojnë atat mdhajt, jo është një balë sistem, jo nuk funksionon, unë i në gjatë disa njerëz, nuk ka funksionu. Tash gabimi e maj madhe i shkon, nëse i kisha ndigu në ato. Pa ato ju në të ndajt me të vjetren, ato ju në halame që ato automobilet e vjetra që ju ndalet në rrugë. Duhet me thira dhe acim. Unë automobila që i voziti s'kom nevoja servisin mja bo, as ulen mja ndru, edhe shkoj e marrë tjetrin 3. Jo, Valmira, le a shqipi vrejbile, le se diku shukatën. Ose i ko moderator të ja jepim blok, nëse e te projnë. Apo këta, Valmira? Hala pa fillu, të me thonë dorzohen njerës. Dhe mu, kur mu ka ofru, kjo kom bo bised me shoqet e mija, i kom tregu ata që kom dit. Ato veqa më kanë thonë fillim. Muj me punu kuda, muj me punu me kënda, muj me punu me marrë automobile të reja me vozik, qëto se adhe i kom dit. Po kur jëm shku ma fel, kur kom marrë informacione ma shumë, si kur unë e që ju thëmë, nëse ju interesan, jëm gjendjem, ju jep një orë ko, mundesh me marrë partnerin ose partnerin me vetin tërmin, edhe ju sfjegoj prej as dirin zhë dhe ishim i sendet, me fakte, se këtu s'mujmë i qitë fakte. Ju tregoj për shamull ma gjënsisht, storin teme, qysh nese me gjithse kom tregu, po ndërshta s'ki qilu këto, që si Valmira më shamë që s'pedim ku e ka qendrën kjo firmë. Ju e dini që firma Gjermane, toli përshëndetje. Më falë se isha të folë edhe më thash sa s'm ka kalu. Mirë se edhe. Do me thonë është... Shumica më thëmë se s'po me lexon komentet. Kur jom t'ullë folë diqka, për mës me haru, do me thonë, mos u idhë nani, se unë ju sha, ndoshta në fund ju përshëndeti masit e... Ama e vrej, unë e si cilin person që ka shkrumë dhe që ka përshëndet, kush. Kështu që si cili e tregon atë kulturën e vetë. Kështu që, do me thonë, kom fillu prej zarës, i kom vetë shoqet më ka thonë jo nuk është të vërtet, jo është të rrën, kur kush nuk ka arrit. E mu më interesoj ke që e presja, që më thëshin shoqet, presja jo po pikpytja, do me thonë, pse nuk kanë arrit? Kur unë e pash njerës suksesshëm. Edhe kontabilisti ma ofroj, do me thonë se kontabilisti nuk është njeri thjesht, kur ma ofroj mu këtë biznes. Edhe thash pse me s'me punu në prej shpis, sa i kom fëmin të shpia, mi shiju, se kom bo shtres ball, 2 puna, s'kom pa perspektiv, s'kom pa, do me thonë vetëm shtres, do me thonë qa kom mujtën e mi thonë vetit natën e mirë, shtresin, qdo natë. Derin mëngjes. 5 mëngjesit filloj ke prap dita tjetër, prap e tjetra, prap tjetra, do me thonë gjithmonë me atë rutinën e njej, që pa perspektiv. A e dini që në shpesh më shku në punë pa e ly ftyren. Shpejt i lajnë shadhan, veç do uj ftyres ftoft për mu këfil, edhe shpejt me mërë shani kafe me veti edhe në automobil e vozit qa, edhe tu vozit e pisha kafen. Edhe u dusha me pritari derin 8:15, kur ish pauza, se na saktoj ki shefi. A je unë, ta si unë, s'ka lidhje, do me thonë t'ju dushe me duru derin 8:15, sikur me kon robota. A ju do këtë vetja ka njerë që një robota. Unë për ju të rëgoj për vetën teme, unë që më djej, besoj që edhe ka shumë njerë që këm taku që 9 vite që më ka thonë njej, edhe unë më ka do vetja si kur robot. Do me thonë dikush tjetër ma ka programu jetën. Valmira kom tregu disa herë, kom punu në fabrikë mishit në paketim, edhe burin i kom dimu në byro, se buri e ka firmën e vetë, edhe i kom dimu krejt me faktura, mja shkru, mja blej materialin, mja qute kontabilisti, do me thonë ato dokumentat, krejt që ka o duf, mja blej për byro,
Do me thonë, ajo konë ndërmjet. Kështu që në fabrikë mishit 9 orë kom dajt më shelu në fabrikë. Kur vike buri, njëherë në fillim se kemi pas 2 një fabrikë, kemi punu pa e qilë buri firmen. Kur vike buri, do me thonë, në pa e kry, minutat e fundit, buri vike disa minuta për para, edhe u veshim krejt si ushtria, i kemi pas tishat e njajta, edhe kur vike buri më tregoj ke urdzu qika, urdzu djali, ka hungër qëta, ka pi qëta, i kom qunë qerdhe, kom qunë shkollë, apo ti do me thonë se edhem shme e sigunar mësë me përjetuti. Ato do me thonë mungojnë shumë, edhe për qatë arsy mu më ka pelqy kjo punë, edhe kom thonë, unë e du me bo. Nëse muj me arrit të pak të 1.000 euro mi fitu në muj, vetë për dorë teme, për trupin tem vetëm, jo për me mja ly buri tem. Se buri me gjithse mi lejke gjithat në dorë, po i kish hymje dalje u duke mi bu pagesat, u duke mi bu këto. Herën e parë kur kum pagune për burin tem, 15.000 euro, mu gati më ka kapi më frakti. Materiale që si sende punëtore, do si sende sigurime mjekësore që si sende. Do me thonë nuk është e lek, edhe me konë se ka dalim, biznisi i burit dhe biznisi jem kanë shumë dalim. Shumë. Se kjo firmë, 1200 punëtorë zgjohen çdo mëngjes punojnë për neve. 1200 punëtorë çdo mëngjes zgjohen në shtypin kartonin për neve punojnë. Na për me jetu, edhe mja ofru dikuj tjetër mundësi. Unë jetoj për me bo dikon të lumëton, do me thonë mja jep një lumëturi që nuk e ka pas dhe nuk e ka ndje kur. Për ata njerëz që më kuptojnë. Për ata që s'kuptojnë mundën me ndajt dhe musil me jep komplimente, me shajtë, çka dojnë me bo. Do me thonë është vetëm ftyra e tëme. Po unë e flasë për një njeri që do me ndryshu. Kështu që ajo është krejt që s'kom pa perspektiv, kom pas stres, me 3 fëmijë, me i bo detyrat, me i la, me i ala teshat, me bo buken, me i qune për treninga, do me thonë këto si kush do nanë që i ka. Do me thonë që nëse doni me pas ma pak shtres, tu fol, tu punu, ti mundesh me fol me fëmin tanë. Nëse të rëdzot fëmija ju tje, tash që unë për shamull jem që tash në punë. Tash më rëdzot fëmija mu, në që unë nga e dhe lu lajfin qelë, ku është problemi? Ose nëse e kom dikën të shfija, që vjen me bo termine, nëse tash nuk janë për murzu, po bjem fjalla, ka shumë nana që duhet mi qu fëmin qerdhe, a ki pa disa për 2 vjetë dhe janë nisin mi qu fëmin qerdhe. A nuk është e dhimshme me ta eduku dikush tjetër? A nuk është e dhimshme me pati vetë të urdzu edhe mja limu? A ki pa na kur na puth ke nana vendin kur jemi rëzu, dhe me thonë, tu shnashke. Ajo edukatorja në qerdhe, a me ndoni që ja puth aja vendin ku vra? Aja jepat një jetësin si kur nanë? E di që shumica nuk e kuptani, thuni që është të folë, kjo është të folë andra, edhe unë e kom e ndu në fillim që ashtu njaj. Po kur kom fillu edhe kom shku regullisht, qa do që ka pas diçka, që u bo fjallë me këtë firë, unë e kom marrë pjesë. E kom bot pa mujshme të mujshme, se më ka interesu. Nuk kom desh me mbesi shoqet e mija me të vjetër, me shku me hup koka 2-3 orë me pi kafe me shoqe, kur kom mujt me investu në biznisin tam. Edhe tash ato 3 shoqet më thojnë bravo. Hala dikush që të rëtin që të une nuk ka arrit si kur une që shko marit. Do me thonë, kur po doj ke njeri, po mu i ke kulmin e suksesit me arrit. 2 herë kom pas vendin e par me e mira në 32 shtete. Se kom gjetë rrugën. Këtu mundesh me bo që ka dush brete. Qysh dushte? Kur kush nuk thirë për i firmës me këto, pse s'ki ble, apo pse s'ki punu. Nëse je i meqe me shfrydzon. Nëse nuk je i meqe me ndigon njërës tjerë. A e dini sa njeri mu më ka thonë jo, as shejs ma kalon. Normal në fillim kom thonë të fajo është të une, ndështë s'kom dit mja ofru mirë dhe mja spjegu mirë. Se s'kom dit vetë me spjegu njere. As nuk e kom dit që e më të bo. 2 sende i kom dit që duna mi përdor për veti, mësë me shku me ble niks dyqan me hemikalje për shemë sende, kom thonë pi ble pa hemikalje. Edhe më vinë të shpija, që shtash më do këtë e poshtë, saj që i la lajfin, erë postjeri, mi pruni 3 paketa me ushqim. Ku është problemi? Jënë zavendësimi ushqimit, jënë pa efekte ansore, pa kur qëfar hemikaljeve, dhe me thonë kur gjës ka shtesa, jënë zavendësimi ushqimit, jënë qëndechme, jënë me plët vitamina, pse mes mi marru në ato, pse mu lodhu në me shkum vetë shërbim, me ble. Kur e di qka ha, kur e di qka pi,
edhe jo me lumtë me trupin tam. Edhe nuk është vetëm për dietë, ky ushqim, po do të thonë nëse dikush ka problem me diabetin, nëse ka dikush problem me tensionin e lartë, nëse ka dikush problem me gjandra, ti rregullon. Gradualisht ka dale. Se ata që e kanë diabetin e kanë tërpin, përpara vjerë jam thë që nuk kemi di çka është diabeti, i kemi thoni pas ka hi tërpia dikuj, na kanë qevish me hongër, apo dhe ne kanë metabolizmin se kanë mirë. Edhe kështu që janë si të shtresum, si nervaz, kanë qevish me hongër, apo dhe e tani ato të ndihmojnë, do me thonë edhe e normalizon diabetin, gradualisht ka dale, plus tensionel nëse ki, plus nëse ki probleme dhe me lukët të ndihmojnë shumë, nëse ki probleme shtresin, falin. Edhe, do me thonë, nuk është vetëm për dietë. E ki ushqimin, jënë supat që ta knaqin loqën, përveç se çka mundesh me ble perime që janë pa buter, a i thujnë buter dhe shqip ndokët, pa buter që janë, mundesh mi fërgu pak, veç pak, edhe mi aqit mrenda dhe për me u kërcat. Do me thonë një tepër shishme, tepër. Unë ja qes musafirve në vesin ku e ki marrë sa e mirë. Apo dhe? E kjo është që ajo që ushqehesh edhe bohen shpejt, edhe nuk ki nevoj me hargju shumë rrymë, jo mu quhe me zije, me boje, me laje, me sendeve, edhe është praktike mundesh me marrë me veti. Dhe kjo është logjika e njeri që shumica nuk i kuptojnë do sende. Për punën për shembull. Pse mos me marrë unë kohë të lirë për me veti, me shku për shembull me marrë pjesë çka bëhet fjalë për këtë firmë, për me marrë unë informacione, apo me shku me shoqet me hub 3 orë me pi kafe me to dhe mu me bo dedikati. Apo kuptani? Televizionin e kom hek komplet. Unë nuk di as me lëshu televizorin. Nuk di, së është ko e humbun aty. E që ajo është që njerëzit dojnë me jetu të njajtin program, dojnë me jetu jetën e njaj, e kanë autopilot, edhe kujtojnë që biznis ju funksionën vetë. E ki marrë një numër që aty në firmë, tash firma du të me qitë ty pare pëse je i bukur ose e bukur. A e dini që Heidi Klum, është femna më doket me e bukra në Evropa, është në botë nuk e di, e kanë zonë zdisa vendin e parë. A e dini sa punon aja? Edhe që është e bukur që ka lidhje. Mendja madhe të thënë qafen. Apo kuptoni, po ajo, kush është si ajo? Pse ajo punon? Kur ajo është modele, ajo ka mujtë me jetu, me fotografia, me boqizi sandeve, edhe me jetu për shembull. Pse me mungun shkollën e për shembull? Një herë njaft hane vështë 2 orë, shqiptareve ju smuat që atër dikush, ju smuat fëmija, ju rëzohet fëmija, ose nana i bot operacion, ose, do me thonë kanë arsyetime, ata nuk jenë gati hala me ndryshu. E që ata dalin, për shembull mundën me ndalë dhe me mshajt mu, po ata nuk e din unë e qa kom hek për marrë këtu ku jam. Nuk o kone let, mas shumë të qka e du që personalitetin e kom forcu. Personalitetin ta me kom forcu, e kom bo që s'mundet me ma thy kërkush heq. Se kur e kini personalitet fort, ti mundesh kulmin e suksesit me arrit. Unë nuk mëjmë i besu disa njerëzve që tu kur hinë dhe shkrujnë dhe më shojnë. Çfarë personaliteti është taj? A me ndoni që personaliteti mirë? Ku e mera i guximin me hi me më shojt mu për shembull. Pa i bo në kur gjoje, që unë në lajfin tam shpitave me dojnë me më shojt. Para me ndoni çfarë njerëzve, çfarë morali, çfarë karakteri ka njerëzit. Që e të full Beli, që ja trunin e Belit? Kush punon 12 orë? Kush punon 12 orë? Për kon je të full? Për vete? Pani ceke njeri, ceke 12 orë punon, edhe unë kom punu 12 orë në fillim. 12-18 orë ka ndodhë që kom punu. Se s'm kalon mu njerëz tani me bo pauzë dhe me dasht. Se njerëzit kanë pas interese, vlerëtështa o zemrën.
Do me thonë ti nëse do me punu, ti ki me pa rezultatin, ti më punë shteti s'ki qare pa punu. Nuk muj mi kuptu disa njerës, për biznisin e vetë, për tardhmen e vetë, për suksesin e vetë, nuk angazhohen me gjetë ko, me punu, se për këta duhet me gjetë ko, a për shefin s'ka qare, thot duhet. Qysh bre duhet? Pse duhet une? Pse nuk muj mu bone shefi vetë vetës? Pse duhet me më dominu mu dikush, a e më budal, una qka u puna jeme? Unë e kom thonë edhe kontabilistit ku je kon ma heret, pse s'ma ki ufru ma heret? Jo, nuk duhet, mos nik, mos ma nusht e armë. Se di sa e na tu kuptuna. Për shefin duhesh me punu. Për mi marrë 1.000-2.000 euro. A kom vlerun e qaq? Që i kom marrën e 2.000 euro të nga shtres? Mendojnë që kanë me ndaj gjithë mund të ri. E kjo, unë e qa e bëj këtë punë, unë e jalo fëmis tem, testament. Mas pari e bëj për vetën teme, me pas një jetë lumë të në dhe të mirë. Me shju jetën, mas andejnë a jalo fëmis tem. Jalo fëmis tem, fëmija jam mundet me vazhdu dhe me jalo fëmizve. Edhe krejt me pas një kvalitet jetës më të mirë. Bele, ki drejt. Shumë ki drejt. Buri jem, thash ma heret ti ki këto, buri jem, firma burit tem, edhe one biznisi jam, do me thonë biznisi burit dhe biznisi jem kanë shumë dalim. Se shumica nuk e kuptojnë konceptin qysh funksionan. Pse s'mundesh me pas jetë kër unë e në plazh shkoj, me bikini edhe punoj. Jom shpin krevet, me pijame, punoj. A nuk është që kjo jetë? Hypin tren, punoj prej trenit. Hypin autobus, punoj prej autobusit, me gjithse që më hyp ka here, po nejse, po bjen fjalla. Shkoj në shpirë plac me fmin, lodrat fmive, shpja tytë dhe aty punoj. Ku është problemi? Qëse unë e flasë për ata që kanë një biznes, nëse e kuptojnë qka kanë hek ata për me arrit me biznisin e vetë, sa punën e kanë bo. Le vjen edhe unë ja tregoj prej as deri në zë qka duhet me bote kjo firmë. 2 sende janë. 2 sende kimi bo. Nëse edhe treta që dush me marrë pjesë mes me mungu dikon. Është mirë për ty nëse do me arrit, se ti mundesh me mungu ndonjëherë. Unë në fillim kom pas nevoj për shkollë, tash ka nevoj shkolla për mu. Për mi ju të regu njerëzve tjerë, qysh mundesh me arrit. Fevzi falemnderes. E thash ma heret. Je bukur, po qka që je bukur, tash ti s'bë mundirsa? Ti shko puna, ti punon firmë shefit për andrat e shefit, mos puno për andrat e tuja. Unë e ndjesna për vetën teme. Se e di që kom dorë, edhe e di për kon flas, edhe e di që i kom bas vetit një firmë shumë të madhe që më përkra. Nëse dikush e ka një biznis që tu, le të më tregon çfarë përgjegjësie ka sigur firmë. Kjo është e jamja që unë muj m'ju thonë. Këtu është vetëm që ka muj m'ju tregu në juve në live. Se pa fakte nuk foli. Nëse doni me marrë ma shumë informacione, mundeni mu lajmëru, ata që jënë të interesu, edhe ata me të vërtet që dojnë me ndryshu, me të vërtet që dojnë me bo karierë, me punu ku do me kondat, mundet edhe buri edhe gruja me punu. Mo Fevzi, me më digu me vëmendje, për thëtë Fevzia, kur lukëthi si dhe mo. Që e sa din për shamu, a për shemë?